Rej Manaj është kthyer në heroin e momentit për të gjithë shqiptarët pas golit vendimtar që shënoi për Shqipërinë në fitoren 0-1 ndaj Serbisë në ndeshjen e zhvilluar në Leskovac, fal këtij triumfi të rëndësishëm ku protagonisti ishte sulmuesi lushnjar, kombëtarja shqiptare është shumë pranë sigurimit të një vendi në fazën play-off për Kupën e Botës. Përjetimet emocionale pas fitores duket se kanë kaluar edhe për te futbollit. Një ngjarje interesante ka ndodhur në komunën e Rahovecit, ku një qytetar nga fshati Ratkoc ka zgjedhur një mënyrë të veçantë për të shprehur admirimin ndaj Manajt. Gjatë procesit të votimit për zgjedhjet lokale, ai ka vënë shenjën X të gjithë kandidatëve për kryetar komune, ndërsa në flet votim ka shkruar emrin e Rej Manajt, duke e votuar sulmuesin si shenjë dashurie dhe mirënjohjeje për golin ndaj Serbisë. Edhe pse kjo votë nuk konsiderohet e vlefshme nga ana ligjore, gjesti ka tërhequr vëmendjen dhe ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale, duke treguar se sa shumë ka emocionuar Manaj shqiptarët me golin e tij historik.